Kreu i lëvizjes Shqipëria Bëhet Adriatik Lapaj ka njoftuar se do të mbështesë kandidatin e pavarur Florian Binaj për Bashkinë e Tiranës. Edhe Arlind Qori nuk ka pranuar bashkëpunim me Partinë Demokratike e ka deklaruar se do të kandidojë vetëm. Praktikisht ideja e një koalicioni të madh kundër Rogerta Manestiliut ka vdekur. Nuk ka asnjë shpresë apo mundësi që Partia Demokratike me aleatët të mundin Partinë Socialiste të Edi Ramës as në Tiranë, pasi nuk krijojnë besim me atë leadership të vjetër që kanë. Ndër të tjerë Adriatik Lapaj shkruan: 2 ditë më parë propozuam që kandidatët për bashkitë në këtë zgjedhje për shkak të situatës së jashtëzakonshme do të vinin nga radhët e qytetarëve të angazhuar dhe jo nga marrëveshjet e partive politike. Deklaruam se do të mbështesim një prej kandidatëve të pavarur që do të shpallnin kandidimin në këtë zgjedhje, duke shprehur vlerësimin për të gjithë ata që janë deklaruar. Kryesia e Lëvizjes Shqipëria Bëhet ka vendosur që në Bashkinë e Tiranës të mbështet kandidatin e pavarur Florian Binaj. Ky vendim bazohet tek vullneti ynë i mirë dhe bindja që Shqipëria vlen mbi të gjitha. Ja dhe postimi i Arlind Qori. Me votbesimin e Këshillit të Koordinuar të Lëvizjes Bashkë dhe inkurajimin e shumë qytetarëve, do të jem kandidat për kryetar bashkie në Tiranë. Nëse qytetarët më mbështesin masivisht, zotohem që të gjitha forcat e mia morale, intelektuale dhe fizike t'i ushtrojnë në dobi të tyre.